vazhdoi edhe pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jetë në Medinë pranë xhulafave, pranë Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Aliut radhiyallahu anhum, nëse kishin dëshirë që këtë jetë prezent me mezhliset e tëna, ky prezentonte, kur kërkonte ndaj këshill dikush prej tij i jepte, por nuk mori poste edhe pozita. Dhe gjithashtu në kohën e fitneve që ndodhen në periudhën e fundit të sahabëve, në asnjërin nga fitnet nuk mori pjesë. Deshe Allah azza wa jall që ta ruaj, që të mos jetë pjesë e trazirave, të mos jetë pjesë e atyne kohëve në të cilat kishte fortuna, të cilat shkaktuan që të ketë një lloj përçarje, një lloj ftofjeje, një lloj edhe armiqësie mes shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Deshe Allah azza wa jall që u tejkalun ato pas një periudhe shumë të shkurtë, por disa nga sahabët, prej të mëdhajve, Sa'id ibn Zejdi, Sa'd ibn Abi Waqqasi, Abdullah ibn Omeri, radhiyallahu anhum, nuk marrën pjesë në ato trazira dhe qëndruan larg tëra. Sa'id ibn Zejdi, radhiyallahu anhu, jetoj deri në periudhën e Muawijës radhiyallahu anhu, bile edhe thotë edhe pas Muawijës radhiyallahu anhu. Me gjithë udhëheqësit kish raporte të mira, jo raporte afërsie, jo raporte kërkese, jo raporte vizitave të ndërsjellta, por raportin e ndëgjimit dhe nënshtrimit ndaj udhëheqësit, edhe eventualisht kur kërkonte këshill dikush, Saidi radhiyallahu anhu nuk kursonte këshillat e tij që bazoheshin në dije dhe në praktikën e të parëve, e që është për qëllim të Abu Bekrit, Omerit dhe të tjerëve nga Khulafar Rashidin. Në moshën 73 vjeçare ndroi jetë Saidi radhiyallahu anhu dhe shkoi tek Allah azza wa jall pas një jete të bëjshme me besim dhe me vepra të mira, por jo me pozitë dhe jo me famë, bile edhe informatat për jetën e tij, me gjithë pozitën e madhe që e ka, me gjithë përgëzimin me xhenet, me gjithë veprimtarinë e tij të gjatë, informatat për jetën e tij janë më të paktat në krahasim me të tjerët, për shkak se është mundu që veprat e tij t'i ruaj, t'i fsheh, mos t'i ekspozoj ato dhe të mos paksohet asgjë nga shpërblimet e veprave të tij nesër në ditën e gjykimit. Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu ia fali namazin e xhenazës dhe u varros në kohën e udhëheqësisë së Emevive radhiyallahu anhu wa ardah.